Faleminderit, jam dakord në disa pika me ju, zoti Bardhi. Së pari, është e vërtet që çështjet e rendit ditës, pra rendin e ditës e shpall dhe njofton kryetari i kuvendit. Kjo do të thotë që ne nuk vendosim dot këtu në seancë tani mbas 7 orësh, se propozimet për rendin e ditës, heqje, shtime e tjera u ezauruan në fillim të seancës, nuk mund vendosim tani se si do ta bëjmë rendin e ditës aq më keq nën presionin e bllokimit fizik të foltores. Ky precedent, ju lutem, ju dëgjova. Ju lutem, ndjes, ju lutem, unë ju dëgjova. Ky precedent nuk na vlen, nuk i vlen askujt. Po, fiks, si mund të bllokosh kuvendin nëse nuk të pëlqen dikush, drejtuesi një institucioni. Ju thoni ai është antikushtetues sepse e shpallun, ndërkohë që të ligjshëm apo të paligjshëm nuk e shpallim ne, askush nga ne nuk ka autoritetin edhe fuqinë të shpall të ligjshëm atë paligjshëm, ato vendime i japin gjykatat. Shumë mirë që ju e keni çuar të çështjen në gjykatë kushtetuese, keni kërkuar edhe mas sigurie, pezullimin nga detyra, nuk është vendosur, nuk është pranuar. Nëse do të ishte pranuar dhe vendosur nga gjykata kushtetuese, natyrisht ne të gjithë do ta zbatonim. Padyshim, unë i pari dhe gjithë të tjerët. Por nuk kemi një vendim pezullimi, kemi një çështje në gjykatën kushtetuese, në shtator me sa duket, me sa di do të shqyrtohet, kur të shqyrtohet, nëse ju jep ju të drejtë, absolutisht që do të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Derisa të kemi një vendim gjykatës kushtetuese, këto janë thjesht mendime personale apo të një grupi të caktuar, por nuk kanë fuqi të imponohen shoqërisë. As kuvendit jo e jo. Pra, ju mund mendoni se dikush është jo legjitim, i paligjshëm e tjera, por për këtë kërkohet një vendim gjykate, që nuk ekziston. Rendi i ditës nuk mund të ndryshojë gjatë ditës së seancës, thjesht edhe vetëm sepse kemi bllokim fizik të foltores, sepse kjo do të ishte fundi i parlamentarizmit, një parlamentarizëm i marrë peng nuk mund funksionojë në mënyrë të tillë. Ju nuk keni të drejtë, as zoti Balla, as zoti Bardhi dhe as një deputet, nuk keni as të drejtë, as tagër që të diskutoni këtu se si do jetë renditja e rendititës të seancës pasardhëse. Ju keni të drejtë të propozoni dhe unë po marr këtë pjesë, ju lutem. Mos e bëni diskutim spontan. Po flasë kam drejtën time të jap shpjegime dhe të sqaroj se çfarë do të votojmë. Pra, unë marr si të bazuar në rregullore, atë pjesë, zoti Balliu, ka mundësi se ke folur sot disa herë dhe nuk të kam ndërprer asnjëherë. Lutem. Jo, shumë mirë. Po tani se ti nuk kupton, nëse nuk kuptoni, nuk ju ndihmoj dot. Dhe thash, nuk jam këtu për t'ju ndihmuar aftësitë tuaja kognitive. Dakor? Tani, unë marr si të bazuar në rregullore propozimin e zotit Balla për shtyrjen e seancës, e këtyre pikave të seance për ditën e enjte. Do të thotë shtyrjen e seancës dhe bashkimin me pikat e tjera të ditës së enjte datën 23. Ky propozim është konform nenit 29, 49 ndjes dhe unë jam i detyruar ta hedh atë në vot tim të hapur tani me karton. Kuvendin po e mbyllni ju që po e mbani 7 orë peng me forcë foltore në kuvendit dhe s'po lejoni zbatimin e kushtetutës për raportimin e një prej institucioneve më të rëndësishme kushtetuese që është avokati i popullit. Kush është dakord me propozimin e zotit Balla për shtyrjen e seancës për ditën e enjte në datë 23 korrik 2026?